Doktor Besnik Bardhi ka nxjerrur për lexuesit një libër faktografik për periudhën e fundit e historisë së Kosovës me titull Agonia e shpresa. Agonia e shpresa është titulli i librit më të ri të publicistit mjekut Dr. Besnik Bardhi. Këtë libër autori u kushton shqiptarëve dhe aleatëve të tyre ndërkombëtar që ndruan, punuan dhe u sakrifikuan me shumë se një shekull për Kosovën e lirë dhe të pavarur. Ky libër është një libër i cili në vetë ngërthen shumë elemente dhe dëshmi faktografike të historisë së re, duke filluar nga hellimit e vitit 1990, periudha e vitit 98-99 dhe periudha e rehabilitimit të shtetit Kosovës pas luftës. Gjitha këto periudha janë të përshkruara në trajt publicistike dhe të bazuara gjithmonë në fakte. Ky libër, i cili tashmë ka dalë në shitje për lexuesin, në vend të parathënies ka mendimin e akademikut Pajazit Nushi. Citojmë: me botimin e kësaj vepre, Dr. Besniku ngeli besnik traditës kulturo-etnike adëdashse të Sulejman Vokshit, të Bajram Curit, të shkencëtarit mendjedritur Selman Riza, njeriu të dashuruar në Kosovën dhe në Gjakovën e tij, njeriu të pikëlluar që vdiq larg Gjakovës dhe shumë të tjerave, thot ndër të tjera akademik Nushi në vlerësimin e tij për librin e Besnik Bardhit me titull Agonia e shpresa.